Avokate, unë jam divorcuar këtu në Francë. Pse dal akoma e martuar në Shqipëri? Po, kjo është pyetja që bëhet më shpesh këto kohë, si për divorce që bëhen në Europë, por edhe në Amerikë. Unë jam e divorcuar, thot zonja, këtu në Francë, por në Shqipëri dal akoma e martuar. Pasi ju në Shqipëri nuk e keni bërë njohjen e këtij vendimi të huaj. Shqipëria dhe ligji shqiptar nuk i njeh vendimet e huaja në qoftë se nuk do kalohen nëpërmjet një procedure që bëhet në gjykatën tonë të apelit. Duke marrë vendimin, marrim shembullin e zonjës, marrim vendimin e gjykatës së Francës, marrim formën e prerë të këtij vendimi, bëjmë prokurën për avokatin, të tre këto dokumenta ne i bëjmë me pula apostile dhe i nisim për në Shqipëri. Pastaj me procedura tjera merret avokati, siç është përkthimi i dokumentacionit, notarizimi i këtyre, kërkesa për njohjen e këtij vendimi të huaj. Është një procedurë që duhet me patjetër të kalojë në procesin e gjykatës së apelit. Dhe vetëm pastaj ju zonjë dashur mund të dilni edhe në Shqipëri të divorcuar.